Kirurgu Nikola nuk ka i arrestuar pas një denoncimi për ngacmim seksual ndaj një 21 vjeçareje, është dërguar në spitalin e Korçës pasi ka shfaqur probleme shëndetësore gjatë qëndrimit në komisariat. Sipas informacioneve paraprake, mjeku ka pasur më herët histori me problemet kardiake dhe nuk është ndjerë mirë në ambientet e policisë, shka ka bërë që të transportohet menjëherë në urgjencë për kontroll mjekësor. Pas kryerjes së ekzaminimeve përkatëse, mjekët kardiolog kanë konstatuar probleme të karakterit kardiak dhe kanë vendosur që ai të mbahet i shtruar për monitorim të vazhdueshëm në spital. Ndërkohë, avokatja e 21 vjeçares që ka bërë denoncimin ka deklaruar për mediat se rasti nuk është izoluar, duke bërë të ditur se pas publikimit të ngjarjes kanë bërritur dhe dëshmi të tjera nga gra dhe vajza që pretendojnë se janë përballur me sjellje të ngjashme nga i njëjti mjek. Arsyeja pse sot kam vendosur të jap këtë deklarat është sepse në një afat shumë të shkurtër kohor kemi marrë disa denoncime të tjera, të cilat datojnë kjo ngjarje që të datojnë rreth 33 vite më parë dhe i fundit një vit më parë për të njëjtat raste abuzimi që doktori në fjalë ka bërë me vajza dhe gra të tjera. Sigurisht që ky është një rast i përsëritur dhe kjo e bën akoma më të rëndë situatën dhe vetë ngjarjen, se si ka mundur të integrohet dhe të qëndrojë një kohë kaq të gjatë një mjek në sistemin spitalor dhe të jap shërbime për individ të ndryshëm, vajza dhe djem në kushte të caktuara. Ngjarja është shumë sensitive për shoqërinë. Megjithatë, unë jam falënderuese vajzës e cila mori kurajën të flasë dhe të reagojë, të ngrejë zërin, pasi ngjarje të tilla duhet të fliten për të ndërprerë.